Muaji I lindjes së Muhamedit alayhi salam. A e dini se në cilin muaj kemi hyrë sot? Kemi hyrë në muaj në të cilin lindi I dërguari I Allahut, Muhamedi alayhi salam. Lindja e tij është një prej ngjarjeve më të rëndësishme në historinë e njerëzimit. Ai ishte I dërguari I fundit I Allahut dhe shembulli më I madh për besimtarët. Sipas burimeve të njohura të historisë islame, profeti Muhammed alayhi salam lindi në muajin Rabiul Awwal, në vitin e elefantit, në qytetin e Mekës. Lindja e Muhamedit alayhi salam solli në botë një mesazh që do të ndryshonte historinë, mesazhin e tauhidit, mëshirës, drejtësisë dhe adhurimit të Allahut. Prandaj, kur vjen muaji Rabiul Awwal, kujtimi I profetit alayhi salam nuk duhet të jetë vetëm një njohuri historike. Ai duhet të na shtyjë të mësojmë më shumë për jetën, moralin dhe mësimet e tij. Të njohim profetin alayhi salam do të thotë të njohim shembullin e tij, të mësojmë nga sjellja e tij dhe të përpiqemi ta ndjekim atë në jetën tonë. Kur vjen muaji Rabiul Awwal, muaji në të cilin lindi I dërguari I Allahut, Muhamedi alayhi salam, është një mundësi e mirë që të ndalemi pak dhe të mendojmë për lidhjen tonë me të. Para së gjithash, duhet ta njohim më mirë jetën e profetit alayhi salam, të lexojmë për fëmijërinë e tij, për karakterin dhe moralin e tij, për durimin, mëshirën, drejtësinë dhe sjelljen e tij me njerëzit. Sepse dashuria e vërtetë për profetin alayhi salam nuk është vetëm ta përmendim me fjalë, por edhe të përpiqemi të ndjekim shembullin e tij. Ky muaj mund të jetë një mundësi që të shtojmë salavatet për profetin alayhi salam, të lexojmë më shumë Kur'an, të bëjmë vepra të mira dhe të përmirësojmë sjelljen tonë me familjen, fëmijët dhe njerëzit përreth nesh. Mund të vendosim edhe një qëllim të thjeshtë. Në këtë Rabiul Awwal do të mësoj diçka të re nga jeta e profetit alayhi salam dhe do të përpiqem ta zbatoj në jetën time. Për shembull, nëse mësojmë për mëshirën e tij, le të tregohemi më të mëshirshëm. Nëse mësojmë për durimin e tij, le të bëhemi më të durueshëm. Nëse mësojmë për faljen e tij, le të mësojmë edhe ne të falim. Dhe nëse mësojmë për dashurinë e tij ndaj umetit, le të tregojmë më shumë kujdes dhe dashuri ndaj njerëzve. Rabiul Awwal nuk duhet ta shohim vetëm si një muaj për të kujtuar një ngjarje të kaluar. Ai mund të jetë një fillim I ri për të afruar zemrën tonë me mësimet e profetit. Le ta presim këtë muaj me respekt, me salavave, me dije, me vepra të mira dhe mbi të gjitha me një dëshirë të sinqertë për ta ndjekur rrugën e të dërguarit të Allahut. Sepse një nga mënyrat më të bukura për ta dashur Muhamedin alayhi salam është të përpiqemi të jetojmë sipas mësimeve që ai na mësoi. O Allah, na bëj prej atyre që e duan të dërguarin tënd, e ndjekin shembullin e tij dhe bashkohen me të në xhenet. Amin. Allahu na mundsoft ta duam, ta njohim dhe ta ndjekim të dërguarin e tij, Muhamedin alayhi salam. Amin.